merren të propozuar të ditës se kemi certifikimin e rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Republikës Kosovës të mbajtura me datën 28 dhjetor 2025. Ka dikush diçka lidhur me rendin e ditës? Nëse jo, hedh në votim rendin e ditës. Kush është për? 11 vota për, miratohet rendi i ditës. Atëherë, pas shpalljes që kemi pas të rezultatit për zgjedhjet e parakohshme, do të me datën 31 janar, janë parashtruar ankesat dhe vendimet e fundit lidhur me këto ankesa i kemi pranuar sot nga Gjykata Supreme, me çka është hap rruga për certifikimin e rezultatit. Asnjë ndryshim në rezultat të shpallur nuk është bërë nga vendimet që janë marrë lidhur me ankesat, andaj rezultati i lexuar ditën e shpalljes së zgjedhjeve është i njëjti me atë të certifikimit. Unë nuk do t'i lexoj të gjitha një nga një, meqense të gjithë i kemi para vetes, por do ta hedh në votim certifikimin e këtij rezultati në tërësi tash. Nëse s'ka dikush diçka, ne hedh në votim certifikimin. Kush është për? Atëherë me 11 vota për, certifikohet rezultati i zgjedhjeve të parakohshme për të zgjedhjeve me datë të mbajtura me datë 28 dhjetor 2025. Gjitha rezervat që i kemi pas për listën sërbe dhe i kemi edhe vazhdojnë t'i kemi. Mirë, faleminderit. Faleminderit kryetar. Bashkangjitëm sigurisht aty diskutimi edhe të mbajtur në mbledhjen e kaluar në raport edhe me listën serbe, për cilën kërkojmë jo vetëm për listën serbe, por për cilën do subjekt tjetër politik prej organeve të drejtësisë të veprojnë në këtë aspekt me gjitha veprimet që i kanë në kuadër të përgjegjësive të tyre dhe të ndjekin në secilën prej tyre veç e veç, edhe këto raste të mos vinë pastaj të servohen në tavolinat e mbledhjeve të KQZ-s. Unë pata një çështje tjetër në raport me proceset zgjedhore të zhvilluara gjatë vitit të fundit. Ne kemi parë që edhe me ndryshimet e fundit të bëra në ligjin për zgjedhjet të përgjithshme, që prap nuk kemi arritur në tërësi të adresojmë secilën çështje problematik që kanë qenë të transmetuar edhe 5 zgjedhjeve të mëparshme, pra para ndryshimit të ligjit, por edhe me këto probleme dhe sfidat që kemi hasur në zgjedhjet e fundit parlamentare, por edhe të atyre të nënshkurtit. Pra qoftë në rastin e diasporës, votimit me postë, qoftë edhe në rastin e numërimit të votave të subjekteve politike dhe të veçanërisht të kandidatëve, konsideroj që në të ardhmen pra duhet parashihet një ndryshim, një plotësim ndryshim i ligjit për zgjedhjet të përgjithshme dhe të adresohen gjitha këto problemet që i ka evidentuar KQZ-ja edhe në këtë rast edhe subjektet politike, por edhe organizatat e shoqërisë civile në raport me proceset zgjedhore. Prandaj mendoj që si KQZ ka një obligim që gjitha këto çështjet të adresohen në kuadër të një dokumenti i cili mund të përcjellet nesër Kuvendit të Republikës Kosovës dhe pastaj të kërkohen në këto ndryshime. Faleminderit. Atëherë unë i dëshiroj sukses subjekteve politike dhe kandidatëve për rezultatin e fituar. Dëshiroj punë të mbarë në ditëve në vijim në konstituimin e Kuvendit, qeverisë dhe punëve tjera. Po i bashkangjitem fjalëve të Arianitin vetëm në një aspekt lidhur me ndryshimet ligjore sa i përket ligjit për zgjedhjet dhe kërkojmë që KQZ-ja të jetë më e përfshirë në rast të themelimit të ndonjë komisioni për ndryshime ligjore të ligji për zgjedhjeve. Me ka që të përmbylli takimin, faleminderit. Sekretariati pak më shumë se na.